është një betejë për të shpëtuar gjysmën e fëmijëve të shqiptarëve që nuk ushqehen dot 3 herë në ditë, por vetëm kaq, për të mbrojtur fëmijët e gjithë shqiptarëve edhe nga abuzimi, siç bën paturpsisht dhe publikisht kreu organizatës kriminale edhe në këtë fushat. Ndaj, programi ynë është programi që mbështet menjëherë çdo familje shqiptare e çdo pensionist që në 100 ditët e para të qeverisjes. Me ne, investitor strategjik është qytetari shqiptar, është çdo fermer shqiptar, e çdo sipërmarrës shqiptar, dhe Shqipëria bëhet fuqi prodhuese dhe eksportuese në rajonin tonë. Në 11 maj, me votën tonë arkivojmë përgjithmonë klimën armiqësore ndaj biznesit dhe sipërmarrjes dhe çelim një perspektivë fantastike, duke garantuar klimën më miqësore ndaj biznesit, duke rikthyer lirinë ekonomike për të dhënë oksigjen të gjithëve dhe për të nxjerrë nga intubimi i regjimit një popull të tërë plot aftësi dhe energji të ndrydhura nga ky regjim represiv dhe kleptokratik.